178 krerë të imta në të dy ferma që kanë rezultuar me murtajnë e ruminantëve të vegjël në Shkodër janë asgjësuar. Të dy fermat janë asgjësuar gjithsej 178 krerë dhe procesi është kryer dhe dokumentuar sipas gjitha procedurave që parashikon plani i kontingjencës për smundjen e murtajës të rëmbërat të vegjël. Ende ministri nuk ka nxjerrë udhëzimin konkret mbi mënyrën e dëmshpërblimit, megjithatë përgjithot se do të shihet mundësia e dëmshpërblimeve për fermerët që janë të pajisur me matrikullimet përkatëse. Zëvendësi ministri i Bujqësisë deklaroi publikisht që qeveria është duke pa mundësinë për t'i dëmshpërblyer. Fare lehtësisht e kuptueshme që nuk mund të dëmtohet asnjë lloj kafshet, por nuk pat një numër matrikullimi. Rasti i Postribes mbetet më i vështirë për shkak se të imtat I kishte blerë në treg të zi. Nuk ka, domethënë, një element të qëndësishëm për të identifikuar origjinën e kësaj smundje, pasi në rastin e parë fermeri ka deklaruar që ka blerë kafsh në tregun e zi, pra domethënë sa duket mund të ketë josha dhe çmimi I ulët në raport me çmimin normal të kafshëve. Nëse për rastin e dytë nuk është se ka domethënë informacion. Kjo situatë shërben edhe si një alarm për fermerët që të jenë më të kujdesshëm në shitblerjet e baktive dhe t'i matrikullojnë ato, pasi kjo është e vetmja mënyrë e njohjes së tyre nga ana e institucioneve.